Fenomeni Shkodran Luiz Eli ka prekur zemrat e të gjithëve me reagimin e tij për lajmin e dhimbshëm që tronditi këngëtarin Gjestin, i cili humbi të vëllain Eldionin ditën e dieshme. Humbja e një njeriu të dashur është gjithmonë një plagë që lë gjurmë të thella, por kur kjo prek dikë të njohur dhe të dashur për publikun, dhimbja bëhet e përbashkët. Pikërisht këtë ndjesi ka përcjell Luizi me fjalët e tij plot emocion dhe sinqeritet. Gjest, edhe pse bashkë nuk njihemi personalisht, lajmi i sotëm është i rëndë dhe prek çdo që e dëgjon. Ngushëllime të sinqerta për ty dhe familjen tënde. Të uroj forcë e durim për ty dhe familjen tënde në këtë periudhë kaq të vështirë. Kujtimet e bukura të Eldionit qofshin ngushëllim e dritë në ditët që vijnë, ka shkruar ai në një postim që është shpërndar gjerësisht dhe ka ngjallur shumë reagime. Ky mesazh nuk është thjesht një urim formal, por një shprehje e ndjeshmërisë së thellë njerëzore. Edhe pse nuk ka pasur një marrëdhënie të afërt me Gjestin, Luizi tregoi se dhimbja nuk ka kufi, se njerëzit duhet të jenë pranë njëri tjetrit në ditë të zeza, duke lënë mënjan famën apo rivalitetin. Ky gjest ka prekur thellë publikun, i cili e ka përgëzuar Luiz Elin për humanizmin e tij. Në komente të shumta, ndjekësit kanë shprehur se fjalët e Luizit nuk janë vetëm një ngushëllim për Gjestin dhe familjen e tij, por edhe një mesazh universal për të gjithë ata që përballen me dhimbjen e humbjes. Të kujtosh të bukurat, të mbash gjallë kujtimet e mira dhe të gjesh forcën për të vazhduar, janë fjalë që japin shpresë e ngrohtësi. Reagimi i Luizit tregon edhe një herë se pas suksesit të madh, pas zhurmës së skenës dhe dashurisë së publikut, ai mbetet një njeri i thjeshtë që ndjen dhe përjeton njësoj si të gjithë të tjerët. Ky postim e vendos atë jo vetëm si një artist të dashur, por edhe si një zë që ngushëllon dhe jep forcë në momente të vështira. Ky mesazh i ndjer është dëshmi se nganjëherë fjalët e thjeshta, të thëna me shpirt, vlejnë shumë më tepër se sa gjestet e mëdha. Dhe Luizi, përmes këtij reagimi, tregoi se arti dhe humanizmi ecin dorë për dore, duke na kujtuar të gjithëve rëndësinë e solidaritetit dhe mbështetjes njerëzore.